Federata e futbollit të Maqedonisë do të fillojë me implementimin e sistemit VAR në sezonin e ardhshëm garues. Pikërisht për këtë arsye, në ambientet e Federatës së futbollit të Maqedonisë u mbajt një prezantim edukativ dhe informues me qëllim krijimin e një pamjeje të qartë, të saktë dhe objektive të funksionit dhe rëndësisë së zbatimit të VAR në futbollin e Maqedonisë. Objektivi kryesor i kësaj faze komunikimi është informimi rreth aktiviteteve që lidhen me zbatimin e VAR-it, trajnimin e gjyqtarëve dhe logjistikën teknike, edukimi i medias dhe publikut rreth parimeve themelore dhe filozofisë se çfarë është VAR-i, kur dhe si përdoret dhe cilat janë kufizimet e tij. Sipas koordinatorit të këtij projekti, Filip Popovski, sistemi VAR do të implementohet në stadiumet që do të certifikohen nga FIFA. Ne si federat, tani më kemi bërë një seleksionim të stadiumeve në të cilat do të dëshironim të implementojmë VAR teknologjinë, në të cilën ekipet e ligës së parë do të zhvillojnë ndeshjet e tyre, por do të kemi dhe një vizitë tek të njëjtat ku detajisht do të vendosim se në cilat terene ka kushte më të mira për implementimin e VAR sistemit. Në muajin korrik bashkë me FIFA do të bëhet inspektimi i fundit dhe ai inspektim do të thotë certifikimi i stadiumit dhe nga ai moment do të dimë sa stadiume nga ato që janë seleksionuar i plotësojnë kushtet për sezonin e radhës, deklaroi koordinatori i projektit Filip Popovski. Liga e parë, sfidat e çerekfinales e deri në finale të kupës, finalja e kupës së Maqedonisë në konkurrencën e vajzave dhe sfidat eliminatore ose të balotazhit janë sfidat ku do të implementohet sistemi VAR. Ndërkohë plot 18 stadiume në ligën e parë dhe atë të dytë janë përcaktuar nga FFM-ja për implementimin e sistemit VAR, mirëpo vendimi final dhe licenca për implementimin e VAR-it në këto stadiume do ta jep vetëm FIFA. Sistemi VAR në Maqedoni do të funksionojë në dy mënyra, statike, në selinë e FFM-s dhe mobile përmes makinës ultramoderne që do të mund të implementojë sistemin VAR dhe të bëjë produksionin e ndeshjes.